Alba Polozhani, një nga figurat më të njohura të formatit BBVK, ka zbuluar një histori të dhimbshme nga jeta e saj personale. Ajo ka përjetuar një ndarje të papritur nga ish bashkëshorti, e cila ka lënë pas një mori pyetjesh dhe spekulimesh. Çfarë ndodhi në të vërtetë pas 5 vjetësh martesë? Një periudhë e vështirë për Albën ka filluar kur ajo vendosi të japë fund martesës së saj. Ajo ka treguar se ndarja erdhi si një goditje e papritur, duke e lënë atë të befasuar dhe e bllokuar. Emocionalisht, ish bashkëshorti i saj, sipas saj, e kishte lënë pa asnjë shpjegim dhe e kishte bllokuar në telefon. Alba ka ndarë me ndjekësit e saj se ndarja nuk ishte thjesht një vendim momental, por një rezultat i një serie tensionesh dhe mosmarrëveshjesh që kishin filluar të shfaqeshin gjatë viteve. Ajo ka theksuar se ndjenja e izolimit dhe mungesa e komunikimit ishin faktor të rëndësishëm në këtë vendim të dhimbshëm. Një nga arsyet kryesore që Alba përmend për ndarjen e saj është mentaliteti i paavancuar i ish bashkëshortit dhe familjes së tij. Ajo thekson se këto vlera dhe besime kishin krijuar një hendek të thellë mes tyre, duke e bërë të pamundur vazhdimin e marrëdhënies. Alba gjithashtu ka ndarë se përpjekjet e saj për të përmirësuar marrëdhënien kishin dështuar. Ajo kishte shpresuar për një ndryshim, por realiteti e kishte detyruar të përballet me një të vërtetë të hidhur. Kjo situatë ka bërë atë të reflektojë mbi vlerat dhe prioritetet e saj në jetë. Pas ndarjes, ajo ka filluar një proces të ri të vetë zbulimit dhe rritjes personale. Alba ka ndarë se ndarja i ka dhënë asaj mundësinë të rishikojë jetën e saj dhe të kuptojë se çfarë dëshiron me të vërtetë. Ajo është e vendosur të përqendrohet në vetveten dhe në ndjekjen e ëndrave të saj. Me kalimin e kohës, Alba ka filluar të ndjejë një ndjenjë të re lirie dhe fuqie. Ajo e sheh këtë ndarje si një mundësi për të rinovuar jetën e saj dhe për të krijuar një të ardhme më të ndritur. Kjo histori e saj është një kujtesë se ndonjëherë ndarjet e dhimbshme mund të çojnë në rritje dhe transformim personal. Si përfundim, historia e Albës është një shembull i qartë se si ndarjet mund të jenë të vështira, por gjithashtu mund të sjellin mundësi të reja. Ajo fton të gjitha ata që ndihen të ngjashëm të mos humbasin shpresën dhe të vazhdojnë të luftojnë për lumturinë e tyre. Çfarë mendoni ju për këtë situatë? A keni përjetuar ndonjëherë një ndarje të tillë?